Baza e këtij hetimi zoti Rakipi sigurisht janë komunikimet në Sky ECC, por ndihma më e madhe kam përshtypjen në gjithë këtë histori është e tretë të penduarve. Po për mendimin tim dy të penduarve në Itali pasi nga leximi që i bëra dëshmisë së Nureddin Dumanit kam përshtypjen që nuk është se ai ka dhënë shumë detaje të rëndësishme. Pra, ti thua që nuk është palsor unë mendoj që jo. Histori Nureddin Dumani, por duke krahasuar dëshmitë e të penduarve që ka penduar antimafia italiane, që një ndër ta është shqiptar në Itali, dhe Nureddin Dumanit kam përshtypjen që ndihmën më të madhe në gjithë këtë histori e kanë dhënë dëshmitarët e drejtësisë në Itali. Dhe njëri për palën italiane, Gjevahir, se për palën shqiptare, për herë të parë, këtu ka folur vetëm Nureddin Dumani për një grup që askush nuk e përmendte. Për shembull, Domenico Milela, i cili është një ndër të penduarit, po patjetër, ka dhënë detaje shumë të rëndësishme edhe për visin për atë që njihet si visi Pojës, por ama Gjevdret Troplinin ata nuk e përmendin. Pra, për grupin e Troplinëve, Nureddin Dumani për herë të parë ka thënë pa të ndërprerë. Thjesht këtë sqarim. Ta dëgjojmë. Kështu e kam lexuar. Nëse do e lexosh, ndoshta edhe ti e ke lexuar, po e ke lexuar ndryshe. Po unë mendoj që dy të penduarit në Itali kanë dhënë detaje shumë më të rëndësishme se sa i penduari shqiptar. Ata kanë zbardhur të gjithë skemën se si funksiononin këto grupe të cilët ishin autonome nga njëri tjetri. Qëllimi ishte i përbashkët, por funksiononin në mënyrë autonome, por të gjithë duhet thënë dhe diçka zoti Rakipi, që gjithë kjo po them ky trafikim dhe kjo shitje kokaine apo heroine në tregun italian bëj me bekimin e mafias italiane. Të paktën kështu thot i penduar i italian, i cili thot që e gjithë kjo industri mbikëqyre nga klani mafios Palmeriti Milela. Dhe një nga drejtuesit e klanit është i penduar në Itali. Prandaj them Klodi që duke krahasuar të penduarin në Shqipëri me penduarin në Itali, kam përshtypjen që... Duke thënë njëri dhe tjetri, ne plotësojmë mirë... Po, dakord, informacioni që ka ai është shumë më i vlefshëm në këtë rast, por sigurisht edhe dëshmia e zotit Nureddin Dumani ka qenë e rëndësishme për shkak se ka përmendur këto personazhe të cilët ne po i diskutojmë tani, Elvis Doçin dhe Gjevdet Troplinin. Ajo që vlen të përmendet dhe diçka tjetër është që mafia italiane i shifte shumë të rëndësishëm këto grupe shqiptare për disa gjëra shumë të rëndësishme për të maksimizuar fitimin e tyre. E para shqiptarët... Sabina, ndoshta edhe me pak, jo në këtë rast, ky rast mund të jetë vërtet kështu, po duhet parë edhe me pak kujdes, se për shembull Maduro ka dalë tani, presidenti venezuelian, po. Venezuelës dhe thotë shqiptarët do rrëzojnë, po. Po rrëzojnë, përshkatrojnë. Jo, edhe unë po them... Okej, jam okej, ndoshta bën përjashtim totalisht kjo që thash 100% në rastin që jemi, por dhe ky është vërtet një grup e pohuan edhe drejtori antimafjas, edhe Dumani, që ky është një grup historikisht nga më të rëndësishme. Ajo që po them tani është sa të rëndësishëm janë këto grupe kriminale shqiptare për mafian italiane, që i shohin si bashkëpunëtor. E para ka të bëjë që grupet shqiptare e dërgonin drogën në Itali dhe kryesisht në zonën e Barit me çmim shumë më të ulët, se sa të gjithë grupet e tjera që furnizonin mafian italiane. E para kjo. Edhe e dyta, grupet shqiptare arrinin të bënin disa punë për grupet italiane, të cilët nuk bëshin dhe nuk donin më grupet italiane që t'i bënin, në këtë mënyrë ata maksimizonin fitimin e tyre. Por, duhet thënë që baza ishte Shqipëria, kontaktet më të rëndësishme i kishin shqiptarët, antimafia italiane thot që personi kontaktit në Rotterdam nga silli kokaina ishte shqiptar, personi i cili ishte në Bari dhe ishte kontakt i personave që qëndronin në Holland ishte shqiptar dhe ai për të kamufluar po them të gjithë aktivitetin e tij kriminal, kryen të një punë në ndërtim dhe punonte si hidraulik në zonën e Barit. Kanë qenë grupe autonome të cilat punonin me njëri tjetrin, por në fund fare qëllimi ishte i përbashkët, të fitonin dhe parat t'i sillnin në Shqipëri, ashtu siç tha dhe Klodi që 3 milion euro i gjetën në oborrin e shtëpisë së tij, por në total janë gjetur rreth 7 milion euro. Ajo që më bën përshtypje në këtë histori është dëshmia
e përmend edhe një herë dëshmia Nurettin Dumanit, por tani për një fakt tjetër. Sepse Prokuroria Shqiptare dhe SPAK-u e ka pasur Nurettin Dumanin aty për nga 2022 në mos gaboj kur është arrestuar, dhe pavarësisht denoncimeve publike nga opozita për grupin e troplinëve, por edhe të mediave duke investiguar apo duke nxjerrë lajme për këtë grup, Prokuroria e posaçme nuk është kujtuar asnjëherë që të marrë dëshminë e Nurettin Dumanit për këtë çështje, ndërsa Prokuroria Italiane e ka parë si të vlefshme Nurettin Dumanin dhe dëshminë e tij për informacionin që mund të ketë në lidhje me grupet. Por dhe për interesat e veta ata. Ose sepse ai është marrë pyetje nga prokurori italian. Ose SPAK-u i ka thënë që dëgjoj, se ky Nurettin Dumani po flet pak për troplinat, kështu që merrni dëgjojeni ju se do t'ju duhet juve. Se ne s'kemi çfarë të bëjmë, s'kemi një dosje për të. Atëherë, krime zgjedhore çfarë zbuloi SPAK deri tani zonja Lala? E le tani atë ti dhe fillon. Tani krime zgjedhore. Janë 2 rastet e fundit, me thënë drejtën, që Prokuroria e Posaçme ka patur nga emisioni fundit që kemi qenë, sepse ne kemi trajtuar disa nga rastet që ka patur reagime në lidhje me krime zgjedhore. Rasti më i fundit është ai i Bashkisë së Klosit, ku janë marrë celularët e disa punonjësve dhe zyrtarëve të Bashkisë së Klosit, pasi Prokuroria e Posaçme ka dyshime të arsyeshme që ata janë të përfshirë në shitblerje të votës në favor të Partisë Socialiste. Ka qenë një referim Partisë Socialiste në Bashkinë e Klosit. Tani ka patur disa të dhëna përmes disa letrave anonime fillimisht dhe më pas përmes një referimi, sipas të cilëve zyrtarët caktuar aty ishin të përfshirë në pjesën e shitblerjes së votës, dhe për këtë arsye është udhëruar kontroll në zyrat e tyre në bashki, ju janë marrë celularët e po ashtu ju janë marrë edhe laptopët në shtëpi. Ka qenë interesante sepse njëri nga zyrtarët e bashkisë në momentin që ka kuptuar që BKH-ja ishte afruar, e ka fikur celularin e tij dhe e ka lënë në automjetin e një shoku të vet. Dhe vetëm pasi prokuroria ka tentuar të arrestojë në flagrancë për shkak se ai po pengonte zbatimin e vendimit, është arritur të gjendet telefoni që ai kishte komunikime dhe ishte përgjuar. Dhe gjatë gjithë kohës, gjatë përgjimeve rezulton që ata flasin me njëri tjetrin dhe thonë që na tha shefi, kemi marrë këtë urdhër nga shefi, dhe prokuroria është vënë në ndjekje të atij që konsiderohet shefi, që kuptohet sipas tyre ka dyshime që të jetë njëri nga kandidatët për deputet të Partisë Socialiste, por mbetet për të provuar secili prej tyre. Nuk është bërë ndalimi në flagrancë për faktin se për shkak të rrethanave familjare, duke qenë se ka gruan shtatzan, ka po ashtu edhe një fëmijë tjetër të mitur, dhe sot që ne flasim, pra ditën e sotme, prokurori posaçëm ka bërë atë aktin e ekspertimit me qëllim kthyrjen e celularëve nga ekspertët përkatës. Tani duhet presin prokurorët, shikojnë komunikimet dhe a lidhen këto komunikime me përgjimet e po ashtu me emrat që ato kanë përmendur. Pra emrat e personave do pyeten më pas personat që janë përmendur e tjera me radhë. Kjo është pjesa për Bashkinë e Klosit. Rasti tjetër është ish kryetari të Bashkisë së Kavajës. Si kanë marrë telefonin, apo janë bajnë cako dhe japin prapë. Kujt, tyre, po këta zbërthen, Elvisit. Po Elvisi është interesant, sepse ajo çfarë bërë përshtypje është se ky është ndryshe nga rastet e tjera që prokuroria mund t'i ketë nisur me referime me të dhëna nga kandidatët nga subjektet,